vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare. Zoti ynë, Allahu xhalla sha'nuhu thot në Kur'anin famlart: O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun xhalla sha'nuhu dhe flisni fjalë të drejta, flisni fjalë të sinqerta. Nëse e bëni diçka të tillë, Zoti juve do t'u rregullojë punët tuaja, Zoti juve do t'ja falë gjunahet tuaja, dhe ai njeri që i bindet dhe ka frikë Allahun xhalla shanuhu dhe i bindet Zotit dhe profetit të tij, ai njeri ka fituar një fitore madhështore. Vëllezër dhe motra, dita e Xuma është dita më e mirë që ka krijuar Allahu xhalla shanuhu. Faltoret e Zotit janë vendet më të pastra në tokë. E lusë Allahun xhalla shanuhu ta pranoj për secilit për nesh këtë namaz Xumaje, ta bëj atë falje për gjunahet tona, zbutje për zemrat tona, forcim për vllazërinë tonë, sebeb që të na maj Zoti gjithmonë në mexhliset e tij të hajrit në këtë botë, dhe sebeb që të na bashkojë të gjithë Zoti në mexhlisin e tij, në faljen, kënaqësinë dhe xhennetin e tij në botën tjetër. Vëllezër dhe motra, gjithmonë është thënë se feja është besim me zemër, është deklarim me gojë dhe vërtetim me punë. Teksa ne nuk e dim se çfarë ka në zemrën e njeriut, ajo që vërteton besimin që është në zemër, është sinqeriteti në gojë dhe është amaneti në veprat dhe në punët e njeriut. Ndërsa profeti i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte simboli vlerave, ishte modeli moraleve më të mira, moraleve më të pastra, ishte njeriu me vlerat dhe moralet më të mira që ka ecur mbi shpinën e kësaj toke. Për atë profet, Zoti krijuesi i tij tha: "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Ti o Muhammed me të vërtet që je mbi morale madhështore. Dy ishin cilësitë më dalluese, vlerat dhe moralet më të mëdha të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vlera dhe moralet të cilat i reflektoi edhe para se të bëhet profet, edhe pasi u bë profet. E para ishte sinqeriteti i tij në fjalë, ai ishte njeri i sinqert, ai ishte njeri i drejtë, ai ishte njeri i besueshëm, dhe e dyta ishte amaneti, besueshmëria e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pak kohë pasi zbriti shpallja, e urdhëroi Zoti që ta shpallë, ta deklaroi profecinë e tij, dhe ai hypi mbi kodrën Safa, i çoi fjalë të gjithë banorëve të Mekës, besimtarëve dhe jo besimtarëve, të afërme dhe të largme, dhe ju tha atyre: o njerëz, nëse unë ju them se pas këtij mali po vjen një ushtri e cila do t'ju sulmoj juve, a do të mbesonit mua? Po, i than ata një zëri. Të besojmë ty se prej teje kur s'kemi dëgjuar gënjeshtër prej gojës tënde, kur s'ka dalë një fjalë pa drejt. Atëherë tha: o njerëz, betohem në Zot, unë jam i dërguar i Zotit, po ju paralemroj nga një dënim i ashpër nëse nuk e besoni dhe nëse nuk e ndiqni profecinë time. Të gjithë ulën kokat e tyre, por u ngrit Ebu Lehebi që ishte xhaxha i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por i lig në shpirt, i lig në zemër. E lihadha jama'atana tabban lak. A për këtë na ke quar fjalë dhe na ke mbledhur o Muhammed, i mallkuar qofsh, tu thafshin krahët. Mirë po Allahu xhalla shanu për këtë fjalë që tha Ebu Lehebi, për këtë balë që ai tentoi ta hedh mbi besueshmërinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, zbriti në Kur'anin famlart një sure që lexohet deri në ditën e Kiametit: Tabbat yada abi lahabin wa tab. Mallkuar qoftë Ebu Lehebi, dhe ju thafshin krahët atij. Ndërsa i njëjti profet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur u dëbua nga Meka për në Medinë, e dëbuan, e larguan, nuk e deshin në mesin e tyre, përpara se të shkojnë në Medinë, la në shtratin e tij Aliun radiallahu anhu, e la atë me i qëllim t'i kthente amanetet banorëve të Mekës, banorët e Mekës që nuk e besuan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që ju bën atij kundërshtar, amanetet e tyre më të shtrenjta i linin tek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Vërtet nuk e besonin atë në fe dhe në besim, por e dinin që është njeriu më i besueshëm. Këto janë dy cilësitë më të mëdha të profetit fundit
Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sinqeriteti në fjalë dhe besueshmëria në vepra. Këto janë dy cilësitë dhe dy vlerat më të mëdha që duhet ketë një musliman, që duhet ketë një besimtar. Çfarë është sinqeriteti, vëllezër dhe motra? Çfarë do të thotë të jesh i vërtet dhe të jesh i drejtë në fjalët tuaja? Do të thosh pikëspari të jesh i sinqert në niyetet tuaja, në synimet tuaja. Nëse niyetet janë sinqerta, të drejta dhe të pastra, Allahu Gjelleshanu i merr ato niyete dhe ja shpërblen në robit sikur e ka vepruar atë punë, edhe pse robi ndoshta s'ka patur mundësi ta veprojë atë punë. Por nëse niyetet e robit janë të prishura, nuk janë sinqerta, nuk janë drejta, edhe sikur robi ta bëjë atë punë nuk e pranon Allahu Gjelleshanu. Të jesh i sinqert, të jesh i drejtë dhe i besueshëm në fjalë, vëllezër dhe motra, do të thotë të mos gënjesh, të mos rresh teksa flet, do të thotë të jesh i sinqert teksa transmeton lajmet nga njëri vend në vendin tjetër, do të thotë të jesh besnik në deklarata që jep, qoftë ajo deklaratë e lehtë, qoftë ajo deklaratë e rëndë. Të jesh i sinqert do të thotë të jesh njëri që e mban premtimin, që i qëndron fjalës. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në fjalë të shkurtra, vëllezër dhe motra, ka treguar se ku e çon njeriu sinqeriteti dhe ku e çon njeriu gënjeshtra. Profeti alaihi salam tha: "Ju urdhëroj të jeni të sinqert, të jeni të besueshëm, të jeni të drejtë teksa flisni, sepse sinqeriteti ka për t'ju çuar që të bëni punë të mira dhe punë të mira do t'ju çojnë në xhennet." Ju paralajmëroj nga gënjeshtra, se gënjeshtra do t'ju shtyjnë të bëni punë të këqija dhe ligësi, dhe punë të këqija dhe ligësia do t'ju shtyjnë, do t'ju fusin në xhehenem. Edhe besimtari është njeri, edhe ai ka dobësitë e tij. Nuk do të thotë se ti je besimtar, je njeri perfekt, je njeri ideal, por disa gjëra nuk i pranohen dhe nuk i shkojnë besimtarit. E pyetëm profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguar i Zotit, a bën vaki që një musliman të jetë frikacak?" "Nuk është mirë," tha profeti alayhi salam, "por bën vaki, mundet që një musliman të jetë frikacak." Pastaj thanë: "O i dërguar i Zotit, a bën vaki dhe a ndodh që një musliman të jetë kopras dhe dorë shtrënguar?" "Edhe pse nuk është mirë," tha profeti alayhi salam, "bën vaki dhe ndodh që muslimani të jetë kopras dhe dorë shtrënguar." E dikush tjetër pyeti: "A bën vaki, o profeti i Zotit, që një musliman të jetë gënjeshtar?" "Kur," tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, "kur një musliman nuk mund të jetë gënjeshtar." E lut Zotit na ruaj secilit prej nesh prej gënjeshtrës, qoftë ajo në niyetet tona, qoftë ajo në fjalët tona, qoftë ajo në premtimet tona. E ndërsa amaneti, vëllezër dhe motra, është ajo barë e rëndë që Zoti i afroi qiejve, tokës dhe maleve, por ato nuk e mbajtën dot se e dinin peshën e amanetit. Amanetin e mbajti njeriu, por shumica e njerëzve nuk e kuptoi se çfarë është amaneti, e neglizhoi dhe e shkeli atë me këmbë. E për këta njerëz, tha Zoti në Kur'anin famlart, ata janë dhalumun jahul, janë të padrejtë dhe janë ignorant, nuk e din barrën dhe peshën e madhe të amanetit. Amanetin e mbajtën pakica e njerëzve, dhe pakica e njerëzve janë besimtar. Amanetin e mban ai njeri që është besimtar, ai njeri që është i besueshëm, ai njeri që është amanetqar. Por çfarë është amaneti, vëllezër dhe motra? Amanet është feja jote, është namazi yt, është agjerimi yt, është haxhi, zakati yt, të gjitha ato që ti ka bërë Zoti obligim janë amanet. Mundohu ta ruash amanetin tënd dhe mundohu ta ruash amanetin që ta ka ngarkuar Allahu xhalleshanuhu. Amanet është haku i robit, qoftë i vogël apo i madh ai hak, qoftë ai person miku yt apo qoftë ai person armiku yt. Amanet është detyra që bën, qoftë ajo detyrë shtetërore, qoftë ajo detyrë private. Nëse nuk të kap dot shteti dhe nëse nuk të pyesin instancat më të larta, për një gjë ti je i sigurt, do të pyes një për një Allahu xhalleshanuhu në këtë amanet që ta ka ngarkuar ty. Amanet është zanati yt, është puna jote, është profesioni yt. Nëse klienti se kupton defektin dhe hilen që i ke bërë, atë e njeh mirë Allahu xhalleshanuhu. Prandaj ruaj Zotin dhe ruaj amanetin e Zotit teksa bën punë.
amanet është vetja jote. Gjithçka që të ka dhënë ty Allahu xhallashanuhu, pasuria jote nuk janë të tuajat, janë amanet që ta ka dhënë Zoti, ke për ta lënë në këtë botë siç e kanë lënë gjithë njerëzit tjerë. E për këto amanete do të pyes një për një Allahu xhallashanuhu, por amanet është dhe familja, vëllezër dhe motra. Secili është përgjegjës për familjen e tij dhe ka për ta pyet Allahu xhallashanuhu secilin prej nesh për familjen e tij. Nuk ka tradhti më të madhe se sa njeriu kur tradhton njerëzit e tij më të afërt, se sa kur tradhton familjen e tij. Më e pakta e amanetit është ta kthesh hakun dhe ta kthesh amanetin që ta kanë lënë tjerët në besim. Më e pakta e amanetit është që ato që gjen në rrugë, mos thuash se e mora unë, se dikush e ka humbur, por nuk e di kush është pronari i saj, por thuash kjo është amanet, ma la Zoti në dorë, nuk mund ta përvetsoj atë. Qoftë dhe kjo, nëse njeriu e ruan edhe ato që gjen rrugë, ky njeri që ruan ato që gjen rrugë, ky njeri e ka kuptuar amanetin e Zotit, ky njeri shpërblehet prej Zotit aty ku s'ja merr mendja. Një burr i mençur dhe një dietar i quajtur Ebu Akil e tregon këtë histori, se çdo të thotë ta ruash amanetin qoftë edhe nëse e ke gjetur në rrugë e se ja ke marrë dikujt tjetër. Ai thotë shkova një vit në haxh, nuk kisha shumë mundësi, por shqyr Zotit mu mundsua të jem në haxh atë vit. Në rrugë thotë gjeta një gjerdan të mbushur me xhevahir, njëri më i bukur dhe më i shtrenjtë se sa tjetri, të gjithë xhevahirët, margaritarët ishin futur në një petë të kuq. E kërkova pronarin e këtij gjerdani, por nuk e gjeta dot. Pas disa ditësh më thanë se është një plak i vjetër i cili ka humbur një gjerdan dhe po kërkon atë. Shkova e gjeta atë person dhe i thash, a ke humbur diçka? Po, tha, kam humbur diçka shumë të shtrenjtë. I thash, ma përshkruaj çfarë ke humbur, dhe ai përshkroi të njëjtin gjerdan që kisha gjetur unë. I thash, merre, kjo është e jotja. Ai prej gëzimit të madh, masi u mushën lotët syt me lot, nxori shumë parat, ma shpërblej mua, se tha e kam për një njeri të shtrenjtë. I thash, nuk ka nevojë, kjo është amanet, mos mund ta maj amanetin e tjetrit. Pastaj tha, unë ndam ai në punë tije, unë në punën time. Por tha, unë u lodha shumë në rrugën e kthimit, nuk isha as bukë për të ngrënë, as streh për të futur kokën time, derisa rruga më çoi në qytetin e Halebit. U detyrova të flej në një xhami, një natë të ftohtë dimri, kur erdhi namazi sabahut, erdhi xhamati, më pan mua, than dil dhe na fal namazin, se në fytyrën tënde pas kanur dhe duket që je besimtar dhe je i lexueshëm. Dola ju fala namazin e sabahut, ju pëlqeu dhe zëri im. Pas disa ditësh më than, pse nuk rrit tek ne? Se imami i kësaj xhamie, një burr i vjetër, shumë i mirë, ka ndruar jetë dhe ne s'kemi imam tjetër. Pranova të ri tek ata e të shërbej si imam. Pas disa kohësh, masi u mësuam më tepër, ata më thanë, imami që ka ndruar jetë ka lënë një vajzë të vetme. Ai ka qenë shumë njeri i mirë, por dhe vajza e tij është vajzë shumë e mirë, nuk ka njeri tjetër, pse nuk martohesh me të? Thot, pranova unë, pranoi dhe vajza, dhe kështu u bëm një familje. Por një ditë prej ditësh, shikoi në qafën e saj të bashortës time një gjerdan i cili ishte me margaritarët që kisha gjetur dikur dhe me atë perin e kuq pa ndryshuar asnjë gjë. E pyet atë, nga e ke marrë këtë gjerdan? Ajo tha, ky gjerdan ka një histori të veçantë. Baba im rahmetliu kur shkoi në haxh ma kishte bler mua se kishte mundësi, madje e kishte humbur, por një djalë besimtar e kishte gjetur atë dhe ja kishte shuar gjerdanin dhe s'kishte marrë asnjë shpërblim. Atëherë këtij personi i mbushën syt me lot, thot, a e di ti se unë jam ai person që e kam gjetur atë gjerdan? Pastaj ajo qau dhe tha, a e di ti se baba im përpara se të ndroj jetë ishte i smur, i thoshte, o Zot, nuk e di sa do të jetoj në këtë botë, kam lënë një vajzë të vetme, o Zot, lutem ty që bashorti i saj të jetë njeri i besueshëm dhe i sinqert, ashtu siç ai djalosh që ma ktheu amanetin dhe ma ktheu këtë gjerdan. Allahu xhalleshanu nuk e humbi amanetin, nuk i humb Allahu xhalleshanu njerëzit që mbajnë amanetin as në këtë botë dhe as në botën tjetër. Vëllezër dhe motra, nëse na thuhet për një person që është njeri që nuk i besohet kur flet,
që gënjen dhe që mashtron. Dhe nëse na thuhet që është një person që nuk është i besueshëm, nuk e ruan amanetin, ne ai njeriu na del prej syri dhe na del prej zemre. Por nëse thuhet për një besimtar që është njeri që falet dhe lutet, i bën ritualet, por ka dy vese, ai gënjen kur flet dhe nuk e mban amanetin kur i besohet, a ka gjë më të rëndë se sa kjo? E lusë Allahun Gjellëshanu që Zotin ta jap sinqeritet në fjalët tona, në premtimet tona. Allahu Gjellëshanu na bof njerëz që e ruajnë dhe e mbajnë amanetin dhe që Zoti ja shpërblen, siç di ai të shpërblejë në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare, sa i përket kalendarit diellor, të gjithë bashkë, gjithë bota po shkon drejt fundit të një viti, i cili ka mbi 360 kusur ditë, ka me mira mbi 8.000 orë, ka edhe me qindra mira minuta. Teksa njerëzit festojnë, e gëzojnë edhe nuk dinë se çfarë po ikën e çfarë po vjen, një besimtar i thot vetes së tij, ikën prej jetës time mbi 365 ditë, mbi 8.000 orë, mbi 500.000 minuta. Ikën për të mos u kthyer më asnjëherë në këtë botë, ikën tek Allahu Gjellëshanu. Prandaj çdo besimtar i lutet Allahu Gjellëshanu, o Zot, na fal për neglizhencën tonë ndaj kohës. Na prano Zot punët e mira që i kemi bërë në këtë vit. Pranoj dhe shumë fishoj se ti je bujar. O Zot, na fal për të gjitha kusuret, gjunahet dhe gabimet, neglizhencat tona. Na fal o Zot se ti je falës. Dërsa sa i përket kalendarit hënor, ne jemi në 3 muajt më të mirë të këtij kalendari. Jemi në muajt për të cilët lutej profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o Zot, na bëj të begat muajin Rexheb dhe Shaban dhe na mundso o Zot të mbrim muajin Ramazan. E lut Allahun Gjellëshanu që viti që shkoi të pranuar prej Zotit, dhe Zoti na i fal të gjitha neglizhencat tona, që ai që vjen të jetë më i mirë për secilin prej nesh, dhe lut Allahun Gjellëshanu ta bëj të begat për secilin prej nesh muajin Rexheb dhe Shaban, dhe Zoti me mëshirën e tij të na mundsoj të gjithëve mbritjen e muajit Ramazan. E lut Allahun Gjellëshanu bashkë me ju që Zoti t'i shërojë të gjithë djemt dhe bijtë e nënave. Ta shërojë këtë djalë, këtë të ri në trupin e tij, në zemrën e tij dhe në mendjen e tij, e t'i shërojë Allahu Gjellëshanu të gjithë smurët tanë, e t'i shërojë të gjithë të vdekurit tanë. Allahumma amin.